nuk kam lajme të reja, por mund t'ju them se jemi shumë larg në ndonjë marrëveshje eventuale dhe nuk pres që të ndryshoj pa ndryshuar pozicionet politike të partive politike. Për LDK balanca institucionale është e domosdoshme dhe përderisa s'ka balancë institucionale, atëherë s'mund të ketë as marrëveshje politike klasike për cilën po themi po përpiqemi tash sa kohë, por nëse qëndrojmë pozicionet e njëjta si të dhjetorit, atëherë përfundimi është i njëjtë siç e kemi pasur deri më tani. Është çështja e presidentit. Pra LDK ka kërkuar që presidentit propozohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, natyrisht që emrat të diskutohen me partnerin tonë dhe këtë pikë nuk kemi pas dakordancë. Edhe njerë pozicionimi ose oferta e dhjetorit, cilin tashmë e keni qartë, që LDK-ja të merr vetëm jo kryetarin e kuvendit, po zëvendës kryeministrin dhe disa ministri, nuk qëndron, nuk është e mjaftueshme, nuk është e dinjiteshme as për të zgjidhje për krizën për cilën jemi tani. Prandaj s'mund ta trajtojmë me seriozitet, s'mund ta pranojmë si të tillë, nëse doni LDK-n në qeverisje dhe në institucione, atë LDK duhet të jetë përfaqësuar. Po në momente që pajtohet që propozimi të nis nga LDK-ja, atëherë pajtohemi edhe për emra. Flasim e diskutojmë, por nëse pajtohemi që propozimi duhet të vijë nga LDK-ja, atëherë çfarë arsye mund të japim emra në këtë drejtim? E kërkova zyrtarisht sekretari i LDK-s, kryetari i lëvizjeve vendosje që të bëjë gjithçka që është e mundur që të thras seancën sot, sepse thira seancës varet prej kryesuesit më të vjetër që është nga lëvizja vendosje dhe është vullneti i LVP-s. Pra duhet të ketë seancë sonte, duhet të konstituohet kuvendi i Kosovës sonte, duhet zgjedhet kryetari i kuvendit, duhet zgjedhet kryesia. Edhe njerë po them, ja njohim të drejtën vetëvendosjes që ta ketë kryetarin e kuvendit, na lejoni të kemi ne në kryetarët tonë në kuvendin e Kosovës, mos të futemi në kriza procedurale tutje, por të përpiqemi që edhe pas konstituimit të kuvendit, gjejmë zgjidhje.